Pendimi në gjuhën arabe bjen tabe yetubu, që i bjen me u kthy, raja. Mirë po në terminologjinë islame i bjen që robi t'i kthehet Allahut subhanahu wa taala, t'i lej mëkatet dhe t'i kthehet Allahu subhanahu wa taala. Allahu azza wa jall e ka kriju njeriu me epshe, me dëshira, dhe si rezultati i kësaj ndodh që njeriu ndonjëherë që të rebelohet karshi udhëzimeve të Allahut azza wa jall dhe aty në mësimeve që ne ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe që ndodh që të gabojë dhe të bëjë të shkel normat e Allahut subhanahu wa taala. Allahu azza wa jall kështu ka kriju njeriu të dobët dhe me gabime. Për këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot kullu ibn adam khata, gjithë secili i biri i Ademit është gjunaçar. Mirë po me qëndru në gjuna, ky është prej gjunaheve, domethënë që nuk duhet besimtarët të qëndroj asesi. Allahu azza wa jall prej mëshirës tij është se Allahu i kalon robërve të tij derën e pendimit hapur. Dhe thot Allahu azza wa jall në një ajet: "Walau yu'akhidhu Allahu an-nasa bi dhulmihim ma taraka 'alayha min daba." Sikur se Allahu azza wa jall ti mirte, domethënë parasysh njerëzve që kur të gabojnë ti dënoi Allahu azza wa jall, thot ma taraka 'alayha min daba, nuk kishte më mbet ndonjë njeri mbi sipërfaqen e tokës. Mirë po Allahu azza wa jall është i mëshirshëm, e ka mëshirën e madhe, edhe pasi ke gabu karshi Allahu subhanahu wa taala, Allahu azza wa jall ta ka lënë derën e hapur që ti të kthehesh dhe të pendohesh tek Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu na transmetohet nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith që transmeton Ebu Umame, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot inna sahiba shimal, thot meleku i cili është i obliguar që të shënojë, të regjistrojë veprat e njerëzve, thot i pret robrit e Allahut azza wa jall pasi që ata të bëjnë gjuna, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 6 saat, 6 orë. Pra 6 orë që me këshyrë se apo pendohet apo jo. Vazhdon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot nëse ky person i kërkon falje Allahut subhanahu wa taala, thot atëherë domethënë ky melek nuk i shënon, nuk e regjistron atë gjunahin të cilin e ke bërë. Dhe kjo nuk ka dyshim se është prej rahmetit, prej mëshirës Allahut azza wa jall, për shkak se Allahu subhanahu wa taala don që robi i tij të pendohet dhe të kthehet Allahut subhanahu wa taala.